E di që ku me marrë shumë kritika për juve. Mirë po në popull thënë duhet me dalë një bodal i cili u a thot nërsy. E sante jamone që a i bodala që u a thot nërsy edhe nuk i tut nga kërkojna përveç Allahut Azza wa Jall. Kujdesni, kujdesni, kujdesni. Nuk është ba xhamia por me i garu zanat. Edhe me thira Adem Jasharin por na qau Adem në për xhamia tona. Nuk janë ba xhamiat por këngë folklorike, janë ba për me madhru emrin e Allahut Azza wa Jall, me madhru Allahun subhanahu wa taala, me ran sejdë Allahut Azza wa Jall. Nëse unë gjesh në xhamia dhe thu la ilaha illallah, një herë është miliona herë, qindra herë, miliona herë ma mirë se sa me i knu krejt këngë folklorike që i din populli jonë. Këno ku dush, lej xhamia të rahat, lej xhamia të rahat. Mos më thuj unë jam tranu, e di, pra ta pranoj, apo ki qeme ta pranu, unë jam tranu. Dhe shkallëzëm ti, që sa jënë mu xhamia tona që shto. Wallahu alem ku përfundojmë. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, keni më shku jahudive dhe të krishterëve për mas, hap pas hapi. Ata ja ka nisë me knune për kishat e tyne, namaz tyne. Por hirtë Allahut për veti, pejsojmë që sa kohë njëti këtu kongë në për xhamia. Baba jëtë nuk e ka përjetu këtë kohë, ka dëllëm në të shtikësho. Xhamia është ba për mu madhru Allahu subhanahu wa ta'ala, li yudhkar, për mu përmenë emri Allahu Azza wa Jall, wa turfa, edhe mu madhru emri Allahu subhanahu wa ta'ala në ta, jo me knu qo Adem zënat, Adem Jashari vllavi jonë, që nëse meriton dikush respekt për shqiptarëve shaj, dek, thire sa dush, por na thire, qu, a i nuk qohet ma, dhe jo me l'kijame, dhe ditën e gjykimit, nuk një feja jonë kësi ma abetësh qo Adem se po të presëm na, ku, ka i morëm na këto, ku i morëm këto, e di, jam të bo për Allahën, por që ata po kujtën ti që unë jam tranu, po nashtë, hera parë që të foli qështu, se thashë edhe njëherë, dohet me dalë një budalli që ju thot njëherë, balni ma, balni, e unë të ashtë sot, të ashtë që, ku jam, shani, falni, thuni që ka doni. Allahu e një gjdo fjallë që e falni, e shë gjdo koment që e shkruni. E din fort mirë për që e ka bo xhamijat e tina. E din Allahu subhanahu wa taala për që ka e në kryu xhamijat e tina. E në qofë se është hak që ka po thamë, që unë kam bindje që është hak. Edhe krejt që ata që e njojnë fejën e din që është hak që ka po thamë. Atëre përkrahë në më musliman. Po në qofë se më dalë letë këshilla në më musliman. Thuj në kështë ashtu, xhamia do të me knu, do të me kësy, njës nja. Qa po pret ne? Ata e ka nizvesh krishterë. Nga një mas tyne, se kështu ka thonë Muhamedi a.s. Kini mi pasu, pasoni, ose pasoni Rasulin a.s. Pasoni Rasulullah a.s. Gjane dikush një argument që Rasulullah a.s. e ka knu një herë një kongë në xhamia, ose sahabt, gjane nja. Vesh një argument, gjane, ose të në thunë jem tranu. Allah Azza wa Jall na falët, na bëj për muslimanët mirë. E lusëm Allahun Azza wa Jall na bëj për atyne që monohemi me pastru xhamia tona, ashtu që monohemi me pastru vetat tonë. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na pastru neve dhe xhamia tona. Ma bane Allah musliman, nuk është që po du me fol, po të këshore që ishë na bëj, po bëjmë gara në për xhamia, gara në për xhamia. Sa që subhanallah, kom pa të i thonë njëri tjetrit kënana në ilahi rep. E këni pa, është në për YouTube, kënana në ilahi rep. Që atë ilahin e mirë rep që e ke ba. Të është, unë jam tranu, e di, ta pranoj që jam tranu une. Te jo me l'kijam. Ditën e gjykimit e shohëm kush e ka pan hakin. Une që e kum qitë vetën këto, edhe e di që kanë me tha njerëzit, a ti i cili e ban ata. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na falë.